Partia Demokratike duket se do të nisë një organizim përpara kryeministrisë. Pas nisjes së hetimeve ndaj zëvendës kryeministres Belinda Balluku, sot pati një mbledhje grupi ku u diskutua mbi mënyrën e aksionit opozitar dhe është folur për të ashtu quajturën platforma e rezistencës. Sipas burimeve, bëhet fjalë për ngritjen në një podiumi përpara godinës së kryeministrisë dhe në ditë të caktuar demokratët, por jo vetëm, do të mblidhen aty dhe do të flasin. Platforma përpara kryeministrisë ka dy qëllime: së pari kërkesën ultimative për largimin e Edi Ramës dhe të Belinda Ballukut. Shumë njerëz mendojnë se duhet bërë përpara Ministrisë së Energjetikës, por jo, është ajo ndërtesë që ka kryeministrin dhe zëvendës kryeministrin. Në ndërtesën e kryeministrisë ka një sektor, një zyrë, ku është instaluar zëvendës kryeministrja. Platforma do të jetë ditë të caktuara, mos së shumti e njëjtja, por do ta përcaktojë më vonë, shtoi Berisha. Ndërkohë mosohet se pas mbledhjes së grupit parlamentar, Sali Berisha ka thirrur për nesër në orën 13:00 një mbledhje me kryetarët e degëve të partisë nga i gjithë vendi, dhe aty do të flitet mbi aksionin opozitar dhe platformën ndaj kryeministria. Ideja për një platformë të tillë u hodh 3 ditë më parë po nga Sali Berisha, i cili dha detaje se si do të funksionojë. Në këto kushte do i sugjeroj grupit parlamentar dhe partisë që opozita të hap platformën parlamentare përpara ndërtesës së Këshillit të Ministrave dhe aty deputetët e opozitës, qytetarët, të paraqesin fjalimet e tyre, të gjitha mendimet, propozimet dhe denoncimet, tha ai. Ndërkohë ai që ka dhënë më shumë detaje ka qenë deputeti Luciano Boçi, i cili në një emision pak më shumë nënkuptoi se do të kemi një zhvendosje të parlamentit te kryeministria. Në këtë shtrëngesë hapësire të funksionimit të parlamentit dhe të opozitës, është zgjedhur opsioni i ngritjes së platformës opozitare, që për mua është njëkohësisht protest, por edhe komunikim parlamentar, sepse protesta është edhe komunikim qytetar në të gjitha dimensionet e saj, ashtu si edhe komunikimi parlamentar, që ka munguar gjatë gjithë këtyre seancave. Në 10 seanca, vetëm në njërën, jemi lejuar të diskutojmë, kur ishte debati për institucionet, një pjesë e institucioneve të drejtësisë dhe gjithçka tjetër ka qenë ndërprerje e seancave në mënyrë të vazhdueshme. Patjetër duhet të ketë diçka të re, që të jetë pranueshme dhe nuk mendoj domosdoshmërisht të jetë e bukur, por të ketë të re që koordinon komunikim qytetar si protest me komunikimin parlamentar. Pra kërkohet që ai zë i opozitës, i goditur dhe i sulmuar në sallën e parlamentit, të zhvendoset në hapësirë publike, ku komunikimi me qytetarin për problemet e tij të jetë përtej parlamentit. Kjo nismë inicion grumbullimin qytetar dhe rritjen e reagimit qytetar në ato platforma që një parti politike i kërkon për shkak të situatës, ku ka percepituar gjendja dhe konflikti politik në Shqipëri, shtoi Luciano Boçi. Pra duket se do të jetë një lloj foltoreje, jo si foltoret e Berishës, që dilte nga njëri qytet në tjetrin, por do të jetë një lloj foltoreje përpara kryeministrisë, me shumë gjasa të enjteve, por edhe ditë të tjera. Berisha, deputetët dhe demokratët do të mblidhen atje dhe do të flasin. Dyshimet janë se PD do të bllokojë punimet e kuvendit, dhe nëse PS kalon ligjet brenda 5 minutave, kuvendi zhvendoset te kryeministria. Nuk e dim se si ky tubim do të sjellë largimin e Ramës dhe Ballukut. Megjithatë duket një kopim ndaj çadrës së Lulzim Bashës në 2017. Edhe në kohën e saj në mbrëmje demokratët mblidheshin aty dhe mbanin fjalime, edhe vet Berisha foli disa herë aty. Dallimi i vetëm do të jetë se nuk do të ketë tendë dhe do të jetë në ditë të caktuara.